Unë kam një pyetje që do të riktheje, është një pyetje që kjo do të riktheje, do të jetë vazhdimisht në emisionet, në tryezat televizive, sepse duhet të marrë një përgjigje edhe për shkak të situatave që ne kemi kaluar në këto 30 vjetë. Paktën këto 30 vjetë duke filluar nga viti 94, siç e tham në fillim. E kemi përsëritur disa herë pas referendumit e 94-s, ku gjithçka ishte normale, krejt, dhe pas asaj lindi vjedhja dhe shitblerja. Tani, a pati manipulim në deformim të vullnetit qytetarëve, Baton do ta kem kryesisht me ty këtë pyetje se e shtrovam përpara këtu, por përpara se ti të më japësh një përgjigje, unë do të kemi sinkron të Osbez Odirit për sot, që ata e kanë bërë sot. Sinkronin ty të lutem. Në këto zgjedhje parlamentare, populli shqiptar tregoi një angazhim të fortë ndaj demokracisë në një klim të jetë të polarizuar e ndonjëherë të vështirë. Ata gjithsesi dolën, morën pjesë dhe bën që zëri tyre të dëgjohet. Zgjedhjet parlamentare të 2025-s në Shqipëri ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale. Megjithatë, ato ndodhen në një klim të jetë të polarizuar dhe kandidatët nuk patën mundësi të barabarta. Megjithatë, kandidatët përgjithsisht patën mundësi të bënin fushat në mënyrë të lirshme, megjithse disa prej tyre raportuan se kishin pasur dhe raste intimidimi. Këto zgjedhje u zhvilluan, siç e përmend edhe të tjerët, pas disa ndryshimeve të sistemit zgjedhor dhe pas futjes së për herë të parë të votimit nga jashtë vendit, duke i bërë këto zgjedhje një gur të rëndësishëm themeli për këtë vend. Pavarësisht disa ndryshimeve në sistem, rekomandimet më parashme të Odirit mbeten ende të pa adresuara dhe ende nuk ka pasur një reformë elektorale gjithëpërfshirëse. Ky vend nuk do të futet në Bashkimin Evropian kështu siç është sot, ama ka shumë gjëra që mund të përmirësohen dhe sigurisht që zgjedhjet janë të rëndësishme. Dhe unë rekomandoj me forcë të gjithë aktorëve përkatës që t'i marrin këto rekomandime seriozisht. Pra, qëndrimi i OSB Odirit deri sot, këto ishin deklaratat Baton që ti i ke ndjekur sigurisht, një lloj si ne. Ç'është mendimi tënd? Jo duke ishtuar këtë vetëm, po ç'është mendimi tënd konkretisht për këto zgjedhje? Këto janë OSB Odiri pas çdo lloj zgjedhjeve i ka dy qëndrime. Qëndrimin e parë, që është i sotëm, me një herë 24 orë mbas zgjedhjeve, dhe vjen raporti. Unë nuk guxoj me ta kem një gjykim për konferencë për shtypin. Kur e lexoj raportin, atëherë mund të them, por ata nuk kishin vërtet serioze. E para nuk, me thonë drejtën, zgjedhjet e si vjet me kanë qenë zgjedhjet më të mira që i ka pas Shqipëria. Do të thonë në kuptimin procedural dhe në kuptimin praktik. Sa i përket polarizimeve, unë nuk me mbaj mend Shqipërinë që i ka pas polarizim më të ulët se sa këtë herë. Zgjedhja më të mira në ç'kuptim Baton. Domethënë që dita e diel ishte e qetë, njerëzit shkonin dhe idhin letra aty. Kjo është e dukshme pra. Kjo është e dukshme. Po e di si është kjo? Njëri prej tyre, në konferencën e sotme të shtypit, tha: shoqëria civile, aktorët politik duhet të ndikojnë, sepse ne shohim që vetëm 42% e popullsisë voton, ndërkohë që 58% tjetër abstenon. Dhe në Shqipëri nuk duhet të jetë ky abstenim. Ai ishte deklarata. Ai s'ka djeni për këtë punë. Prandaj ta thash. Nuk vjen keq, por një njeri që vjen dhe del në konferencë për shtyp. Dhe nëse i shohim standardet... Kjo ka të bëjë me ditën e diel që të them dhe unë, pra që nëse ata vishojnë që, si tha dhe ju, që dita e diel ishte e qetë, pra që atje shkojë dhe hidhe letra në kutinë e votimit, okej, ky është konstatimi që po duket çdo gjë normale. Na e dim. Por çfarë ka ndodhur realisht, duhet thënë. Shqipëria dhe deri dikun Maqedonia dhe Kosova votojnë në numrin më të lartë përqindjes të rezidentëve që janë. Por tjetër është që janë dikun 4.7 milion të regjistruar. O Baton, po të thoja tjetër gjë sa janë? 3.7. 3.7, janë 1.9. Po të thoja, u duk si UFO ai atje. Okej, por edhe kjo pra, edhe deklarata tyre që zgjedhjet ishin të qeta, klima ishte e qetë, njerëzit votuan normalisht, siç po thua dhe ti, nuk është realiteti.
Pra nuk ka ndodhur kështu, dita e diel vërtet ka qenë e qetë, vërtet njerëzit kanë shkuar, nuk ka pasur luftë me armë, nuk ka pasur dhunë. Dakor, por ne po themi çfarë ka ndodhur deri ditën e diel, pra përpara çfarë ka ndodhur. Dhe kjo duhet thënë, sot ata kishin disa konstatime, dakor, që kishin bënin me intimidimin, me përdorimin e administratës, po prap jo në termat e duara. Ata thonin që u krijua një task force për monitorimin. Telan, unë e fola për dielën, se kështu nëse don kategorizimin, media. Ky është përpasimi. Kjo ka 30 vjetër. Kjo tjetër, atëherë kjo është temë tjetër. Ky është problemi, pra çfarë ka ndodhur. Dhe kur ta lexojmë raportin kur të dali, prapë do jetë shumë vonë baton, sepse ata thonë, ata e bën dhe raportin në 2021, po nuk ndryshuan shumë gjëra. Dhe sot thonë prapë, s'ka ndryshuar gjëra. Po prapë ky është një shikim i përcipt i asaj që ka ndodhur realisht. Asaj që dallim nga 2021 për mendimin tim, 2021 ata ishin shumë kritik në procesin. Po. Thanë që është procesi mirë, i pranueshëm, por ishin shumë kritik. Partia shtet. E thanë kohën e përmendën prapë shtyllat, se ata kohën e shtyllave janë disa shtylla të vëzhgimit. Edhe shtyllat kryesore të vëzhgimit, ata thanë kanë fol për votën e blerë. Për votën e blerë. Sot pas kemi fol për partinë shtet. Kuptoj ku fillonte partia, ku mbaronte shteti. Në saktë radhë nuk e thanë. A është e vërtet kjo që nuk ka pasur të herë si në 2021? Unë them që jo. Por mënyra se si është ekzekutuar ka qenë shumë e kujdesshme. Ose grupet e vëzhgimit s'kan qenë aq të aftë të zbulojnë. Por ne e dim shumë mirë që më perron faktorin SPAK. Futen në analizë. Faktori SPAK në këtë se ka kriju një farë frike. E ka ndihmuar qeverinë. Sepse ata duke u bezuar në raportet e SPAK-ut, thonë që ne nuk kemi pasur, raste se SPAK-u thotë s'ka pasur. SPAK-u prandaj u fut në mes. Mendoj unë. Pra, në këtë rast mund të themi, ka pasur ndryrje të shtetit në votime, pra është përdorur policia si gjithmonë për të intimiduar, është përdorur policia për të garantuar ata që blejnë vota, është përdorur administrata publike për të bërë shantazh ose për të mbyllur çështjet e njerëzve do të bler votat, po jo me lek, po me interesa. Të gjitha këto e të tjera se si përdoret shteti, të gjitha këto sigurisht që kanë qenë. Pse themi sigurisht që kanë qenë? Sepse ne kemi raste të evidentuara gjatë kohës para fushatës elektorale dhe gjatë fushatës elektorale. Gjatë në tonë duket se nuk ka qenë në atë nivel, në zgjedhjet 2021 pati të vrarë, pati furgon që kapeshin, militantë që bllokonin, Bilin Klliçi, Vito Moralizoti bllokonin. Plasje bandash. Po pra, kurse kësa radha nuk gjet, se kjo është kriza e PD-sot, që nuk gjen as prova, domethënë. Ishte më e organizuar. Kush? Partia Demokratike? Po, ishte më organizuar. Po pse s'u organizuar kësa? Ne kur e shohim, edhe ngjarjet i ndodhen tani, se nuk ndodhen pak tjerë. 2021 pretendonte të merrte pushtetin realisht dhe mund të kishte marrë pushtetin 2021. Po të mos ishte Peskoriku e kishte marrë.